Rruga panoramike Shirok-Zogaj po i nënshtrohet një transformimi të thellë duke kaluar nga një aks i ngushtë dhe i amortizuar në një rrugë moderne, funksionale dhe të sigurt. Ky investim strategjik pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë në përmirësimin e jetës së banorëve dhe zhvillimin e turizmit përgjatë liçenit të Shkodrës. Banorët e zonës e kanë mirëpritur këtë ndërhyrje të shumëpritur duke theksuar se perspektiva e zhvillimit tashmë ka nisur të ndjehet. Cili qarë është që nuk dënë sy me pa. Të shëqyrë që e kapin dorë herë. Zhvillimi duket pa fillu mirë. Për rrugën janë të bëmë brenda standardëve, që shohim. Deri tash janë të punu mirë. Janësia tona dhe edhe këta, si i thonë, pjerësit janë të eliminu, për deri tash mirë është. Se si në të knaqën. Kush e ka vendin tonë të? Na jena të knaqën, falim në nërës për i tonëve. Se si në të knaqën me punimet, që për në mëngën. I këtë rrugë na kena qilë, burrat tonë kanë qilë, tash ka vonë dorë shteti, falim në nërës për i shtetit. Rruga shumë mirë, kënaqur jena, mirë kena dashur me në bë. Me kohë, inshallah çdo gjë më mirë. Aktualisht, punimet janë në një fazë të avancuar. Janë realizuar thuajse të gjitha grëmimet dhe mbushjet përgjatë gjatësisë së rrugës, ndërsa mbi 80% e strukturave mbajtëse janë drejt përfundimit. Traseja është e hapur në rreth 90% të gjatësisë, duke lehtësuar ndjeshëm edhe qarkullimin gjatë kohës së ndërtimit. Njëkohësisht ka nisur vendosja e shtresave rrugore, ndërsa po vijon edhe sistemimi i ujërave të bardha, një masë kyçe për të shmangur përmbytjet dhe dëmtimet gjatë stinës së rreshjeve. Ndërhyrjet përfshin gjithashtu zhvendosjen e linjës ekzistuese të tensionit dhe tujsjellësit. Pjesë integrale e projektit është edhe ndërtimi i sistemit të kanalizimeve të ujërave të zeza, që siguron kanalizimin dhe kullimin e ujërave. Deri më tani është realizuar mbi 35% e kësaj linje. Rruga e re shihet si një projekt jetik që jep fund dekadave të izolimit dhe e kthen zonën e Zogajve në një destinacion të aksesueshëm dhe të denjë për potencialin që mbart.